ata talleshin me të merrën e vështirësitë e ditës së Kiametit që i gjeti. Ata bënin shaka hajgar me dënimin e xhehenamit, e zjarrit e xhehenamit dhe xhehenamin që i gjeti. U thot aty në sot, po ju harrojmë neve juve, qysh na harroat ju neve. Pra, pjulëm juve midis xhehenami, e as që po kthejna kryt nga ju, e as që po merremi me ju, sepse ju na harruat neve sa ishit në dynja. E harruat Zotin e juve sa ishit në dynja. E harruat premtimin e Zotit sa ishit në dynja, madje edhe talleshet. E harruat ringjalljen, xhenetin, xhehenamit sa ishit atje. Pra, u bët sikur se s'pëdojna me ditë, sikur se mos me marrë vesh. Edhe ne pja kthejmë qashtu sot. Dhe vend qëndrimi i juaj sot është xhehenami dhe aty do t'jeni për gjithmonë. Andaj ndash bërtitni, ndash peskitni, ndash qani, ndash bajtani, qka të dëni, bëni, por as kush nuk mirët me ju. Fund, çdo gjë ka marrë fund. Wabada lahum sayyi'atu ma amilu. Dhe u dolën në pah, në shesh, veprat e këqija të cilat i kanë punuar, po i shohin vetë. Sepse po i jepet libri se cilit veç e veç, po i lexojnë krejt veprat e veta, prej as deri në zë, krejt kufër, shirk, haram, nuk kanë lanë të zezën dynjat pa va, po shohin mirë. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastehzi'un, dhe i kaploj ajo çka ata talleshin me te. Ata talleshin me të merrën e vështirësitë e ditës së Kiametit që i gjeti. Ata bënin shaka hajgar me dënimin e xhehenamit, e zjarrit e xhehenamit dhe xhehenamin që i gjeti. O tallshin atje, me atë që tallshin, tash e vuajnë, tash e shijojnë. Dhe ju vije përgjigja nga i madhi Allah. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. Dhe u thuhet atyre, sot këtë ditë e Kiametit është sot, krejt ditë e Kiametit është sot, ajo është 50.000 vite gjatë, është sot, së një ditë, edhe futja atyre në xhehenam është sot, sepse s'ka natë, s'ka ditë, sot. U thuhet aty në sot, po ju harrojmë neve juve, qysh na harruat ju neve. Po ju harrojmë, po e që i bie, po bëjmë, po silemi, po veprojna me ju, sikur se kur dikush vepron me dikën që harron krejt. Pra, pjulëm juve midis xhehenami, e as që po kthejna kryt nga ju, e as që po merremi me ju, dhe sikur se dikush që harron juve, sepse ju na harruat neve sa ishit në dynja. E harruat Zotin e juve sa ishit në dynja. E harruat premtimin e Zotit sa ishit në dynja, madje edhe talleshet. E harruat ringjalljen, xhenetin, xhehenamit sa ishit atje. Pra, u bët sikur se s'pëdojna me ditë, sikur se mos me marrë vesh. Edhe ne pja kthejmë qashtu sot. Edhe ne. Për atë Allahu në këtë mënyrë sillet në ata pabesimtarë. Wa mawakum an-nar wa ma lakum min nasirin, dhe vend qëndrimi i juaj sot është xhehenami dhe aty do t'jeni për gjithmonë dhe nuk ka kush që mund t'ju ngadhnjej, t'ju triumfoj, dënimi në sa do pa këtu a lehtësoj. Andaj ndash bërtitni, ndash peskitni, ndash qani, ndash bajtani, qka të dëni, bëni, por as kush nuk mirët me ju. Fund, çdo gjë ka marrë fund.